Përpjekje diplomatike për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë kanë hyrë në një fazë të re me udhëtimin e të dërguarit të posaçëm të presidentit amerikan Donald Trump, Steve Witkoff, në Gjermani. Vizita e tij këtë fundjavë në Berlin përfshin takime me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, si dhe me udhëheqës të përfaqësuesve të lartë evropian në kuadër të intensifikimit të negociatave për arritjen e një marrëveshjeje paqeje. Takimi në Berlin ka si objektiv shurtimin e versioneve më të fundit të marrëveshjes së propozuar nga Shtetet e Bashkuara, e cila sipas burimeve diplomatike synohet të finalizohej deri në festat e Krishtlindjes. Në këtë raund bisedimesh përfaqësuesit të Shtëpisë së Bardhë pritet të diskutojnë si me palën ukrainase ashtu dhe me atë ruse për çështjen kyçe, veçanërisht për statusin e territoreve të Ukrainës lindore, përfshirë rajonin e Donbasit. Plani amerikan për paqe është shërtuar edhe më herët nga administrata e Washingtonit, por pavarësisht disa takimeve paraprake dhe kontakteve diplomatike, përparimi konkret ka qenë i kufizuar. Burime pra negociatave bëjnë të ditur se dallimet mes palëve mbeten të thella, sidomos të lidhjen me kërkesat territoriale dhe garancitë e sigurisë për Ukrainën. Ndërkohë, situata në terren vazhdon të jetë e tensionuar. Rusia ka intensifikuar bombardimet në jug të Ukrainës, duke shtuar presion ushtarak në zonat e konfliktit, ndërsa sulmet me drone janë raportuar edhe në territorin rus, duke shkaktuar viktima dhe dëme materiale. Këto zhvillime komplikojnë më tej klimën e negociatave dhe rrisin skepticizmin për një zgjedhje të shpejtë. Për Kievin, çështja e territorit mbetet në vijë të kuqe. Autoritetet ukrainase kanë përsëritur se nuk do të pranojnë tërheqjen nga territoret e pushtuara nga Rusia, duke konsideruar këtë si kusht të papranueshëm për çdo marrëveshje paqeje. Por rrjedhoi edhe pse diplomacia amerikane po shton përpjekjet përfundimi i luftës vijon të duket i largët, me negociatat po mbeten të brishta dhe të mbikarkuara nga interesat kundërdhënës të palëve.